Në qytetin e Korçës, sigurisht ne jemi miq të gjithë, nuk kam absolutisht asnjë gjë me demokratët e Korçës, as me kandidatët. Ne jemi miq, ne nuk kemi pasur problematika, kemi shkuar mirë me njëri tjetrin, kemi një bashkëjetesë fetare, shoqërore, miqësore, të jashtëzakonshme dhe nuk na mungon absolutisht asnjë problem. Ajo çka është problem është drejtuesi i qarkut. Sigurisht që drejtuesi i qarkut ka influencën e vet dhe ka ardhur me një mision të caktuar për të shkatruar degën e Partisë së Korçës, siç e kam thënë edhe më parë, dhe për të shërbyer interesave të Partisë Socialiste. Sepse nëse do ishte kundërta, duhet ishte një garë hapur, e ndershme, që kush ka një vizion, kush ka një platformë të vi, të garojë dhe të marrë në fund votat që meriton gjithë secili dhe të fitojë më i miri. E qartë. Pra ju po thoni që zoti Kaso po vendos persona që ai dëshiron, sepse për zotin Kaso pa diskutim, ai është përgjegjësi kryesor dhe është fajtori kryesor i shkatrimit të degës Korçë, pa diskutim që po.